kam në një dhuratë nga kontingjenti Roman, një mikut, që kam ende diploma, një anën kështu është afër zemrës, tjetrën e kam në djathë. Përpara drejt vetëvendosjes dhe drejt vetëvendosje. Vetëvendosje! Vetëvendosje! Duke shikuar fotografie e vjetra të aktiviteteve dhe aksioneve të atyre viteve të hershëm, e vreta një sken që ka dalë vazhdimisht në gati çdo foto. Aktivistët të veshur me majicat të bardha, krah me krah, duke mbrojtur njëri tjetrin në mënyrë paqësore. Për mua, këtë imazh tregon më së miri për karakterin e aktivistëve, për solidaritetin dhe bindjen politike që na ka lidh çdo aktivist në lëvizjen dhe me lëvizjen. Edhe në ato momente kanë gjuhe pym, gaz dhe sjellës, edhe në atë farë kur përfshia i fartyme, atëherën nuk e kom ndi, po vetëm jem ka me një uniformë që i ka përngjohë policistë Kosovës. Edhe kom shpërtheku jaknën, kur e kom po këmishën, i shkon mbulu me gjak. Shumë kanë qenë më hamë 30 sekunda, jo ma shumë, edhe më ka hu vedia. Edhe ishte në ndër të partë, kom arritë në emergjencë, kur shku në ndër të partë, atë nuk e kom ditë që më i plagosën, po i kom një ekipa e mjekëve që ka intervenua në mua, tha, po dashka me bon një CT, se pas ka plomi në gjaks. Atëre di dhe se e kom bot CT-in, kom qenë me vedije. Si më kanë shti, të më hanë që kanë intervenu për CT-in më shti me bo, atëre ma 6 javë kom qenë në gjendje kume. Volugjes. Për ata që vetëvendosjen e kujtojnë nga ditët e para, janë momentet me morale, me mbishkrime, me mesazhe politike, me porosi, në veçanti për subjektet politike që drejtonin vendin, jo vetëm për vendore, por edhe ndërkombëtare, e veçojmë parollën vetëvendosje, simbol për cilin vazhdojmë ta kemi, përkundër gjitha ndryshimeve dhe të arriturave në vendin tonë edhe përmes vetëvendosjes. Subjekti ynë përvjetorin e vetë kujton me mbishkrimin me parollën vetëvendosje, me moralet e stërmbushura në gjitha qytetet e Kosovës, me aktivitetet simbolike dhe me karakter politik dhe publik. Si subjekt me mbështetje gjithnjë më të madhe, qeverive të atëhershme, sidomos grupit të unitetit, subjekti ynë vetëvendosje i rekomandoj se si të ketë qëndrimin shtetëror në raport me negociatat dhe me proceset. Të unifikuar atëherë, por jo për interesin kombëtar, subjektet e tilla vetëvendosjes dhe kryetarit Kurti i thanë se çka do që ki nevojë, çka do që mendon, duhet përgatitesh për zgjedhje, që nënkupton të vjen të matësh në kuvend. Sapo lëvizja vetëvendosje organizoi konferencë për media, pati qëndrim strukturës që duhet futimin në zgjedhje, në formë demokratike dhe në kuvend të përfaqësohemi përkundër paraqitjes mediatike, përkundër opinionit publik dhe thirrjes strukturat veçanta të policisë, me ketat përgatitje, me ketat forcë profesionale, po jo vetëm profesionale, në sa raste të kaluara, morën masat me urdhra politik, në veçanti ndaj kryetarit Kurti
dhe disa prej aktivistëve që ishin prezent ose që dhe ndiqeshin që të parandalohej, që të penalizohej për të mos marrë pjesë në fushat më pas edhe në kuvend. Po gjithë kjo gjendje prej 12 qershorit 2010 e deri sot, pas këtij vendimi politik për të përfaqësuar, për të bërë interesat dhe politikisht, e në këtë rast publikisht, e përmes kuvendit, në metodën demokratike, vetëvendosja gjithnjë më shumë morri për krahun. Politë të Kosovës, mos rrini në shërbim të ministrave të qeverisë të cilët dëshirojnë të lejojnë e tolerojnë Serbinë në Kosovë. Jo, taj Albin Kurtin. Gjatë natës e datës 28 nëntor, plot aktivistë në përzyre kanë përgatit parulla edhe flamëj për të nesëmën e protestës që ishte i paralajmëruar në pasditën e 28 nëntorit. Ka vazhduar në mëngjes gjithë puna bashkë aktivistëve në përgatitjet parullave dhe të organizimit të protestës. Kemi dalë në orën e caktuar dhe është në atë kohë është konsideruar që është njëna prej protestave ndoshta më të mëdha të asaj kohe në kundërshtim të këtyre dy marrëveshjeve. 28 nëntorin, si vjet në Prishtinë mund të festojmë vetëm duke protestuar. Sepse në vend se qeveria të bashkojë Mitrovicën, ajo po e ndon Kosovën. Në vend se qeveria të na ruaj tokat, ajo po e fal territorin. Bëhet njëra prej protestave që konsiderohet që ka qenë më e madhe asaj kohe para asaj date, në të cilën merr pjesë edhe Albin Kurti që vjen nga Arratia, në atë kohë ka qenë Arrati, edhe vije si folës i fundit. Konsideroj që ka qenë njëri prej fjalimeve më të mira se pakon që mbaj mende që nga historia. Vetja jonë, vendi ynë, vendimi ynë, vetëvendosje. Pas përfundimit të protestës, ishte protestë qetë dhe nuk kishte ndodhur asgjë përveç planifikimit tonë me mbajtjen e fjalimeve dhe thirrjes së parullave të ndryshme të kohës. Gjatë rrugës për në zyre, një pjesë e jona si aktivist ishim bashkë me kryeministin e tanishëm Albinin, edhe bashkërisht kemi shku deri tek zyre e televizës, po në momentin që jemi afru të zyre e televizës dhe s'kem pa një numër të shtuar të policisë, ndoshta kanë qenë qindra policë që tashmë veç kishin filluar të rrethojnë zyren. Ne shkonim me marrë veturën tonë dhe me u kthy në shtëpi. Në rrugë diku afër ish bankës së Ljubljanës kemi pa të barikaduar policinë me këta përgatitjet, unë isha me familje, me shoqën, me 2 vajzat edhe djalin, edhe na kanë ndalu, na kanë thonë s'moni me shkun atë. Ne i kemi pyet pse, po shkojmë te vetura me marr, po ne sinqerisht nuk e kemi ditë çka është ty ngjo. Kemi pa veç numër të madh policëve. Ne jemi ulur në mënyrë qetë, edhe pas disa minuta tash kanë kalu 10 vite, nuk më kujtohet saktësisht. Ata kanë marrë kanë marrë një urdhër me na largue në mënyrë të dhunshme. Vetëm e di që një polic ka thonë, kjo çka po doni me bë është e ndaluar, nuk është e lejuar. Mas disa minutave në radiolidhje kam dëgjue
një qartë është dëgju, dhe më thonë, tash moni me fillu me dhunë. Edhe aty me gjasë, dhe më thonë, e kanë përmend edhe emrin tim, por nuk e di, edhe një prej policëve, unë e kam qenë ullë, më ka ra në shpinë me qizme. Natyrisht, pe ati lëndimi ende sot, më është propozu pastaj operacionis diçka, por edhe kanë qitë gaz në sy. Na arritëm me hy për mrena zyres, brenda nesh mrena zyres ishe në rreth 100 persona, mbas pak minutash vjen intervenimi i policisë përmes njësisë elitare të policisë së Kosovës, edhe thyhet dera me pas të gjithë me maska, pas një shenjë identifikuese, fillojnë me goditje dhe me rraje për secilin thusë aktivist që qëllën me përdhesën e zyres për këmë pas me rrugën e Shoke. Është një moment menoj që është shumë i vështirë kur mendojnë ato momente ku hynë plot persona me armë edhe me maska, ku për një moment nuk dihet a janë policia që janë, edhe fillojnë goditje e shelma e boksat, cili që i del përpara. Besoj që u konë njëni për organizimeve që ka bo policia e që në atë kohë ka bo me urdhët politik të qeverisjes së kalume, në të cilin nuk ka pas në herë në Kosovë kësi organizimi kundër një subjekti politik opozitar, edhe nuk besoj që ka më pas më. Për dalim prapa nga viti 2015, po edhe vitet e tjera, tash në qeverisjen e vetëvendosjes, policia është në shërbim të secilit qytetar pa dalim, edhe është në përditshmëri në shtrije të sovranitetit cep me cep për publikës tonë. Port na e kanë lënë, kush mos na e preki se desin të tonë.